atmosferën në keve shkinasu në festivën është të dhe dita e verës a ndodhë. Kush do vesh me të shku? Ma thoni unë si veqesh kur bon qatë Se? Veçka e kur mrejtin syra Dhe ke priti Zjoni nuk ma Ma thoni unë si veqesh kur bon qatë Veçka Varet nga punimi që bën duhet goxha kohë, po më e vështirë është për shkak se nuk ka treg. Më e vështirë është për t'i shitur. Ju i ekspozoni diku për Po në faqet e mia online, në Facebook, Instagram, këto. Edhe kur organizon shoqata, që organizon panajire. kush janë punimet më të preferuar dhe kush janë klientët nëse shumë i ka të tregojnë interes? Ka të huaj, po moshat e reja, sidomos vajzat, për shembull për rrobat e banjës, për çantat. Sa kohë të duhet për të bërë një çantë apo rrobat e banjës? Për të bërë një palë rroba banje të thjeshta duhen gati 2 ditë. Si quheni? Fatmira, Kush? Qiqa, ose shumë faleminderit, se kjo më intereson më shumë reklama. Reklami? Po, reklama doja? Se di ku ja të pyesa të zonjën. E ku do më nxjerrësh që ta shikoj? Shumë faleminderit. Gëzuar ditën e verës. Faleminderit. Telefon. Edhe mrema Keni panajir sot? Po, sot dhe nesër. Për ditë verë, Prezantoni në panajir sot me çfarë? Me të gjitha punimet e dorës dhe gjërat e tjera si masaj. Sa i vështirë është bërë punime dore dhe a është tendenca e të rinjve që t'i bëjnë këto punime artizanale? Me thënë vërtetën është shumë e vështirë, por nuk janë të interesuar fare për punimet e dorës dhe nuk vlerësohen për aq sa ne punojmë. Jeni pjesë e panajirit në kuadër të ditës së verës, a ka interes për të vlerë? Shumë pak. Ne dalim, shpresojmë të shesim këto 2 ditë. Po panajire janë pozitive besoj. Po, të 2 ditë. Sot edhe nesër për ditën e verës dhe gëzuar gjithë dhe uroj sa më mirë.
me poshtë. Zo jet aan het vloer. Vloer kom op. Vloer. Bloed. De vloer. Faleminderit. Dhe mirë se na erdhë. Mirë se erdhë. Të Elbasanit sot si kryeqyteti festës për mbar kombin ju uroj gëzuar ditën e verës, festën më të lashtë të jo vetëm shqiptarëve që është e vërteta, por dhe të kombeve tjera, një ditë që ngjall shpresë, frymëzon ripërtritje, një ditë pra gëzimi. Dhe sot këtë festë shqiptarët e festojnë më të bindur se kur, se festën tjetër të keqen jalan dimrit dhe Rama me Lubin të ardhme nuk kanë më. Kjo është dita e fundit e verës që ata i gjën me karrigët thyrë ashtu si që janë. Nuk e meritoj, nuk e meritoj. Ndaj dhe leturojmë që ditën e ardhshme të verës, qytetarët e Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë ta festojnë, si që ja u donë zemra, ta festojnë me dyrë të hapura drejt ardhmes dhe drejt Europës. Është e trisht dhe dhimbshme se në 34 vite kjo është dite e pare verës në të cilën dyrët e Europës u mbyllën për shqiptarët për shkak të veprimeve të pa shembullta në historinë e këtij e vendeve që shkojnë drejt integrimit nga dyshja Rama Balluku, Balluku Rama. Ndaj dhe leturojmë dhe të punojmë fort që ditën tjetër të verës, dita tjetër e verës të na gjejë sa më afër ëndrës tonë europiane. Faleminderit. Yeah.